Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar rreth ngjarjeve më të fundit që tashmë po ndodhin në jetën e Luizit edhe Kiarës. Fatmirësisht, dua ta them fatmirësisht, fansat e Luizit janë të stresuar përse Luizi nuk është shumë aktiv në rrjetet sociale, çfarë po ndodh me të, kur do të dalin këngët, Kiara është aktive, si është jeta e tyre. Luizi dhe Kiara tashmë pas pushimeve që bën, domethënë pushime shumë të bukura së bashku me nënën e tyre, zonjën Anxhelin, kanë përzgjedhur që të fokusohen në projektet edhe në punët e tyre. Me patjetër që Luizi 5 këngët e premtuara do t'i poston shumë shpejt në kanalin e tij zyrtar në YouTube. Domethënë këngë që janë vërtet hite të bukura që Luizi i ka punuar me shumë emocion dhe i ka punuar me shumë energji të bukur. Përkundrazi kësaj gjëje, që Luizi domethënë çfarëdo që të bën nuk i largohet muzikës, nuk i largohet gjës së shpirtit të tij, sepse muzika është pjesa shpirtërore. Luizi po punon me shumë vendosmëri për të sjellur edhe emisionin më të rinj, një emision që në fakt do t'jetë një dimension në vete, një emision që do t'jetë për herë të parë dhe që do të mahnis publikun shqiptar me daljen e tij televizive si moderator. Domethënë Luizin e kemi të pozicionuar në 2 kënde, Luizin e kemi të pozicionuar në 2 destinacione që besoj dhe jam i bindur që do të na shokojë të gjithëve me dashurinë e madhe, me respektin e madhe, me atë gjën e bukur që ta bën për publikun. Çifti është i fokusuar në projekte, domethënë Kiara tash është më në portokallinë verore që udhtojnë qytet më qytet. Janë domethënë janë 2 ngjarje që në fakt po shënojnë sukseset jashtëzakonshme të çifti dhe me patjetër që çifti do të jetë aktiv atëherë kur të ketë për të dhënë për publikun. Luizi nuk është një personazh që preferon të rrijë gjatë gjithkohës në Instagram, nuk është një personazh që preferon domethënë thjesht të bëjë story kot pa lidhje që s'kan logjik. Luizi dëshiron që të qëndrojë në rrjetet sociale në momentin kur ka për të dhënë diçka. Dhe në këtë rast Luizi vërtet ka dhënë dhe vazhdon të jep gjëra të bukura. Domethënë nga Luizi kemi projekte fantastike në aspektin artistik, domethënë këngë të punuara bukur, këngë me shumë dashuri, këngë me shumë botë, këngë me shumë emocion. Nga Kiara kemi pjesën e Portokallisë Kysmet në shtator, domethënë do ta starton Portokallin, por tani çifti është i fokusuar tek planet e së ardhmes, gjëra që në fakt janë shumë domethënëse për to.